Shtëpi të përmbytura, rrugë të përmbytura, objekte industriale në ujë, pemë të shkullura, beturina të shpërndara përgjatë rrjedhës së lumit Markov, shiu i madh që ra në Batinj, Studeniçan dhe disa zona të Pintis, shaktoi përmbytje të mëdha në këtë pjesë të Shkupit. Uji hyri në shtëpitë e banorëve të kësaj ane dhe u shkaktoi atyre dëme materiale. Autoritetet reaguan për të parandaluar një katastrofë më të madhe. Ata sigurojnë se banorët janë të sigurt. I gjithë mekanizmi është në teren dhe nga drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim po pompohet uji nga rrugët. Uji i lumit Markov që doli nga shtrati është rrequr nga shtëpitë dhe rrugët, por banorët e Batinjës dhe Studeniçanit janë të shqetësuar se nëse shirat vazhdojnë, mund të ndodhë sërish përmbytja e lumit. Banorët apeluan që përveç pastrimit të rregullt të kanaleve, të jenë të kujdesshëm dhe të mos hedhin beturina në lum dhe rreth tij. Kryetari i Studeniçanit Azem Sadiki falenderoi kolegun e tij nga Kisellavoda që erdhi menjëherë në ndihmë dhe theksoi se do të kërkojnë ndihmë nga qeveria për të sanuar dëmet. Dëmet materiale nga përmbytja e lumit Markov do të vlerësohen më vonë. Drejtoria për punë hidrometeorologjike paralajmëroi se niveli i ujit të lumenjve në vend është rritur dhe rreshjet e shiut do të vazhdojnë gjatë gjithë javës.